Tani jemi në hyrjen e tunelit të Morrizit, tuneli I cili u inaugurua sot nga Kryeministri Rama, Melina Balluku dhe Kryqësi Manja. Ky është tuneli I Morrizit I cili lidh Tiranën me Matës dhe rrjedhimisht edhe me Dibrën. Ky ka qenë një nga veprat më të vështira të rrugës së Arbrit, duke marrë një kohë shumë të gjatë për tu realizuar si vepër. Shohim që shpejtësia e lejuar në këtë tunel është 60 km/h. Ta nisim me bismillah, me që është hera e parë që po bëjmë këtë rrugë. Kjo rrugë është 3.8 km e gjatë. Përbërjen e këtij tunelit ka patur vështirësi për shkak se është tuneli I parë në Shqipëri që ka patur një terren të vështirë për tu bërë për shkak të përbërjes së tokës, argjil, balt, dhe vlen për të theksuar që në këtë tunel ka patur shumë ujë, çka e bëri akoma dhe më të vështirë punën për hapjen e tij. Ky është tuneli kryesor I rrugës së Arbrit. Paralel me këtë tunel është tuneli I emergjencës, I cili është drejt përfundimit, nuk ka përfunduar akoma, dhe me tunelin e emergjencës janë thuajse rreth 11 lidhje që bëhen me tunelin kryesor ku ne ndodhemi për çdo rast emergjent. Për shembull, në raste aksidentesh, kur rruga kryesore mund bllokohen, qytetarët mund kalojnë nga lidhjet paralele për të futur në tunelin e emergjencës, I cili është pak më I vogël se ky tunel. Siç e shohim, ka dhe lëvizje gjatë ditës së sotme, ka patur qarkullim të lartë në tunel, kurioztar, udhëtar të ndryshëm që kanë ardhur për të parë lehtësorinë dhe veprën e tunelit të Morrizit. Ky tunel shman komplet bypassin e Morrizit, një bypass I cili zgjaste rreth 25 minuta, por përtej kohës ishte dhe I vështirë për shoferat e rinj, le të themi, por donte dhe tepër kujdes për shkak të maloreve të theksuara, kthesave qorre, rrugëve të ngushta, duke bërë dhe shpeshherë burim aksidenti. Por përveç faktit që ishte një terren I vështirë, ishte edhe në lartësi goxha të lartë, për shkak se gjatë dimrit rreshtit e Dëborës apo ngrica bllokonte komplet paktën e qafën e Morrizit, duke bërë shpeshherë dhe të pakalueshme për udhëtarët. Tu kemi dhe xhep në krahun ton të majt, ku makinat mund të ndalojnë në rast problemesh që mund të kenë me makinën e tyre. Siç e përmendëm dhe pak më parë, ky tunel është 3.8 km I gjatë, mund përshkohet për 5 minuta duke zbatuar rregullat e qarkullimit rrugor. Mund të themi që rruga e Arbrit është një nga veprat më të rëndësishme në Shqipëri dhe vepra më e rëndësishme për zonën e Dibrës dhe të Matit. Vlen për tu theksuar që para 5 vitesh për të shkuar në Dibër, një udhëtar të shpenzonte 4 orë gjys, ndërsa sot me përfundimin e rrugës së Arbrit plotësisht, sepse tuneli I Morrizit ishte vepra e fundit e papër, kjo rrugë përshkrohet për rreth 90 minuta ose 1 orë gjys. Pra duke kursyer plot 3 orë kohë udhëtimi. Rruga është me standard të mirë, ka ndriçim gjatë gjithë kohës. Shohim edhe aerosjen, mjetet për aerosjen janë në çdo 50 metra, dhe ja, në një kohë shumë të shkurtër, ne arritëm në daljen e tunelit të Morrizit dhe kaluam në krahun e Matit. Këtu dolëm në fshatin Zipër Morrize Mat për më pak se 5 minuta, duke ecur me një shpejtësi të ulët. Pra, kjo ka qenë vepra e fundit e mbetur në rrugën e Arbrit për ta bërë Dibrën sa më afër. Tuneli I Morrizit vlen të theksohet që do jetë pa pagesë.
Ky është edhe një premtim që dha kryeministri Rama që për aq kohë sa ai është në qeveri, tuneli i Morrizit do të jetë pa pagesë për gjithë qytetarët dhe jo vetëm tuneli i Morrizit, por gjithë segmenti i rrugës së Arbërit është pa pagesë. Që do thotë të gjithë ata që vijnë nga Dibra drejt Tiranës apo Anasjellës nuk do paguajnë asgjë për rrugën e Arbërit. Blen do theksohet që rruga e Arbërit ka disa vepra goxha të vështira, siç ishte tuneli i Morrizit, por edhe dy urat që janë në fshatin Fshat dhe ura e re e Vashës, që janë vepra relativisht shumë të vështira për të realizuar. Por më vështira se të gjitha ishte ajo që tham pak më parë, tuneli i Morrizit për shkak të ujrave të shumta që ka patur brenda, për shkak të argjiles, baltës, duke mos lejuar që puna të shkojë siç ishte planifikuar në fillim, për shkak se tuneli i Morrizit ka patur shpeshherë shtyrje të afatit për të hapur. Siç u përmend edhe sot nga zëvendës kryeministri Balluku, tuneli i Morrizit nuk ka vetëm një betonizim, por është bërë një lloj blindimi me hekur për shkak se mali shpeshherë ka patur shtrydhje. Gjatë kohës që bëshin punime, mund të shihnim që nga tuneli i Morrizit dilin shpeshherë hekura të shtrëmbruar për shkak se mali besonte shtrydhje edhe nxirrte jashtë funksionit. Për këtë arsye, i gjithë tuneli i Morrizit është i rrethuar me hekur për të qenë i qëndrueshëm dhe për të shmangur peshën e rëndë dhe shtrydhjet që mund të bëj mali her pas here, duke bërë atë më të sigurt edhe më të qëndrueshëm edhe për udhëtarët. Tani ne sapo kaluam zonën e fshatit Zibër, tashmë po ikim drejt fshatit Shkallë të rrethit të Matit, ku përpara nesh në më pak se 2 minuta kemi urën e Zedrës, urën e fshatit Fshat, e njohur më masivisht. Dhe më pas kemi edhe urën e re të Vashës. Këto 3 vepra të vështira besoj që janë në më pak se 10 kilometra rrugë. Një element që vihet të re është mungesa e ndriçimit. Po, rruga e Arbërit nuk ka ndriçim në segmentet e saj, përveç se në tunelet edhe vetëm tunelet në fakt. Dhe në urë nuk besoj të ketë ndriçim. Duke qenë se janë edhe zona të thella, mungon ndriçimi. Lem për të theksuar në fakt që në rrugën e Arbërit, të paktën nga Tirana deri në Mat, nuk ka asnjë vend ku lejohet parkalimi. Nuk di nëra se ekzistojnë rrugë të tjera në Shqipëri që nuk lejohet parkalimi në asnjë vend. Por rruga e Arbërit nuk lejon parkalimin, po ta shohim gjatë gjithë kohës viza është e pandërprerë, që do të thotë nuk lejohet parkalimi në asnjë pjesë të saj për të shmangur aksidente të ndryshme. Tu ndodhemi në fshatin Shkallë. Kjo është hyrja e fshatit Shkallë. Dhe tashmë dalim drejt urës së fshatit Fshat. Gjithë ky rrugtim ku më përpara kërkonte shumë orë, është shumë i shkurtër nga Tirana. Më parë për shembull në fshatin Shkallë ku ne ndodhemi, duhej rreth 4 orë rrugë nga Tirana për të ardhur me një makinë në këtë fshat. 3 orë drejt Klosit, nga Tirana në Klos, dhe 1 orë nga Klosi drejt fshatit Shkallë. Aktualisht nga unaza e madhe e Tiranës, fshati Shkallë është jo më shumë se 20-25 minuta larg unazës së madhe të Tiranës, duke bërë atë ashtu siç deklaroi dhe kryeministri Rama sot, thjesht një lagje të Tiranës. Tashmë po futemi në tunelin numër 2 dhe numër 3
të rrugës Arbrit, përpara se të arrijmë tek ura e fshat. Ky është tuneli nëmër 2, përpara kemi tuneli nëmër 3 me një distancë shumë të shkurtër nga njëra tjetra. Janë tunelet të cilët kanë një gjatësi rreth 300-500 metra. Dhe më pas kemi urën e dytë më të lartë në Ballkan, sepse ura e parë është ura që ndodhet 1 kilometër më poshtë, që është ura e re e Bashës. Ajo është më e larta në Ballkan. Tani po hypem në urë, për shkak se tashmë ka kaluar akşami, nuk kemi një shikueshmëri të mirë, por këtu ka një peizazh të mrekullueshëm gjatë ditës. Ky është tuneli nëmër 4. Tunelet janë të pajisura me ndriçi, duke bërë të lehtë qarkullimin në të. Dhe mbasi kalojmë tunelin këtu, kemi një rreth rrotullim i cili lidh Burrelin edhe Klosin me rrugën e Arbrit. E gjithë Burreli dhe zona e Klosit, kur duan të futen në rrugën e Arbrit, do vinë në tunelin që është në rreth rrotullimin që është përpara nesh. Mund të themi që tashmë zona e Klosit është rreth 35 minuta larg Tiranës, gjithmonë duke llogaritur një shpejtësi normale. Siç e tham, ky është rreth rrotullimi i cili lidh Klosin dhe Burrelin me rrugën e Arbrit. Tani në që erdhëm deri këtu meritemi kafe. Ku do pim kafe me Klos? Sa larg është Klosi nga këtu? Klosi nga këtu është 4 minuta larg. Shkojmë në Klosi. Po përshkruajmë rrugën, segmentin nga rruga e Arbrit drejt Klosit. Në fakt Klosi është një fitore e madhe për Klosin në rruga e Arbrit, sepse tashmë ato janë shumë pranë Tiranës, madje mund të punosh edhe në Tiranë dhe të jetosh në Klos. Për shkak se distanca është shumë e shkurtër, tashmë është një lloj sikur të kesh një shtëpi në Sukth edhe të punosh në Tiranë. Edhe këtu janë rrugët të cilat janë bërë nga Bashkia e Klosit, ku vlen për të theksuar që Bashkia e Klosit kohëve të fundit ka patur një zhvillim goxha të mirë. Më parë distanca kohore e Klosit me qytetin e Tiranës ishte rreth 3 orë me makinë, duke rënë nga Burreli, Ulza, Shkopet, Milot, Laç, Fushkruj, Kamës dhe pastaj në Tiranë. Ndërsa sot është shumë pranë Tiranës, diku rreth 35 minuta, dhe ato mund të jenë në nazën e madhe të Tiranës, duke shkurtuar 2 orë e gjys kohë, pa llogaritur dhe rrugën që është më e mirë se sa rruga e vjetër për të ardhur në Tiranë.
Klosi është një qytet e vogël koleg, për shkak se ju nuk keni qenë ndonjëherë, është një qytet e vogël, e rrethuar nga shumë fshatra të saj, duke bërë Klosin një tip epiqendre rajonale. Është një bashki e vogël, por është një vend i këndshëm për të jetuar. Ushqimet dhe çdo gjë janë bio, sepse rrethon nga fshatrat. Mund të themi që popullsia kohë të fundit ka rënë pa diskutim për shkak të emigrimit, siç është në çdo cep të Shqipërisë. Çfarë merren kryesisht banorët, çfarë janë të angazhuar? Banorët në zonën e Klosit mund të merren me ndërtim, me punë bujqësore, me biznese. Klosi është një vend i cili ka 10 biznese lokale, berber, flotore, sallone të ndryshme, restorante, tregti, dyqane. Është një zonë që ka zhvillim sepse të gjithë fshatrat vinë furnizon në Klos për produktet që bëhen nga fabrikat, ose për ushqimet të cilët nuk prodhohen në fshat. Dhe domethënë marrëdhënia e fshatrave me Klosin është merr jep, le të themi. Japin ushqimet bio dhe marrin çdo gjë të nevojshme që duhet për jetesën e tyre. Këtu ne do kthehemi në krahun tonë të majt, ndërsa siç e shohim në krahun tonë kemi edhe tabelën që thot Peshkopi Borrel. Dikur kjo ishte rruga e vjetër për të shkuar në zonën e Dibrës, dikur, ndërsa sot përdorim rrugën e Arbërit, se kjo rrugë bëhet një rrugë dytësore, le të themi. Më duket se kemi shansin të pijmë një kafe. Jo, këtu tek lokale më poshtë. Tu ulemi të shijojmë një kafe goxha të mirë. Këtu. Ju përshëndesim miq.